Në Pogradec u përurua restaurimi i Muzeut Shkollës Nëntëdjeçare Gjok Shqiptari, një hapësirë që ruan historinë dhe kujtesën e brezave që kanë kaluar në këtë institucion arsimor. Muzeu i restauruar përmban fotografi, dokumente e materiale që pasqyrojnë rrugtimin ndër vite të shkollës dhe kontributin e saj në edukimin e brezave. Shkolla mban emrin e patriotit Gjok Shqiptari, emër simboli përpjekjeve për përhapjen e arsimit dhe gjuhës shqipe. Restaurimi i muzeut u realizua fal kontributit të prindërve, mbështetjes së Bashkisë Pogradec, bashkëpunimit me Drejtorinë e Trashëgimisë e Turizmit, si dhe me ndihmën e ish mësuesve dhe ish drejtuesve të shkollës që kontribuan me materiale fotografi të vëra për pasurimin e muzeut. Shkolla jonë është një ndër shkollat e para të qytetit Pogradecit dhe ndër vite ka qenë një vatër e rëndësishme e dijes dhe edukimit. Në këtë shkollë janë rritur breza nxënësish, janë ndërtuar ëndra dhe janë formuar qytetarë që sot kontribuojnë në shoqëri. Çdo fotografi, çdo dokument dhe çdo kujtim që ruhet në këtë muze është një dëshmi e gjallë e këtij rrugtimi. Restaurimi i muzeut nuk është thjesht një rikonstruksion e një ambienti, është një akt respekti për historinë, për mësuesit që kanë dhënë jetën e tyre për arsimim, për nxënësit që kanë kaluar në këto klasa dhe për komunitetin që gjithmonë e ka mbështetur këtë shkollë. Ku ka më bukur se të bëhemi të gjithë bashkë për restaurimin e një muzeu. Atë që unë di të them është që historia na shoqëron kudo dhe kurdo. Nëse kanë zënë sot duke kuptojnë ndoshta rëndësinë e kësaj pjese, unë do të them me bindje që vërtet edhe diamanti ishte i vogël, por vlerën e ka të madhe, e njëjta gjë mendoj që do jetë edhe ky muze, jo vetëm për shkollën, por për të gjithë qytetin e Pogradecit. Në ceremoninë e organizuar morën pjesë përfaqësues institucionesh, mësues, ish mësues, prindër dhe nxënës. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin drejtori i Zyrës Arsimore Pogradec Sotiraq Mangëri, drejtori i Rajonale Arsimit para Universitar Korç Vinjola Rota, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Pogradecit Manjola Kamolli, si dhe anëtarja e Këshillit Qarkut Korçës Mimoza Shulje. Ky muze tashmë do të jetë një dritare më tepër në historinë e arsimit pogradecar.